qëndrimin pozitiv, apo me thonë unifikus të cilën e ka lujt Nisma deri më tash, që nga zgjedhjet, e vetmja parti e cila ka treguar që është për zhbllokim ka qenë Nisma, dhe ky veprim politik i zotit Limës dhe Nismës është për të përshëndetur. Secila parti ka kërkesat e veta, secila parti ka kërkesat e veta, por mundësitë dhe ato bisedohen mes partive. Normalisht që kërkesa e zotit Limaj për krye parlamentar është për të vlerësuar, është për të përshëndetur, por për këto neve na duhet që të kemi një veprim apo një vendim përpasht. Interesi edhe i vetëvendosjes guxo alternativa, por edhe i Nismës është për të gjetur zhbllokim, për të bërë një zhbllokim, ndërsa ka partitë të cilat në këtë rast janë duke vepruar nga barrikadat e tyre politike, konkretisht LDK-ja, ish partia ime, e cila është barrikaduar në qëndrimin që nuk voton asnjë kandidat, nuk voton asnjë zhbllokim të situatës, dhe mendoj që në këtë kontekst dialogu me Nismën do të vazhdoj. Atmosfera e bisedave mes zotit Kurti dhe zotit Limaj është shumë pozitive, është shumë miqësore, dhe besoj që nga kjo do të del një zgjidhje e mirë për qytetarët. Kush është kundër në vetëvendosje kundër Limajt për ta bërë kryeparlamentar? Ne nuk mund të themi absolutisht për kush është kundër. Unë mund të flas vetëm për veten time si deputet. Mendoj që interesi i Kosovës dhe interesi jonë si grup parlamentar është zhbllokimi i situatës, dhe zoti Kurti është duke bërë të pamundshmën për të gjetur një zhbllokim të situatës, një rrugë për të zhbllokuar. Në këtë rast ne edhe jemi duke kryer misionin ton si deputet, duke votuar për kandidatin. Normalisht që do të votojmë edhe çdo iniciativë të re për zhbllokimin e situatës. Tash për tash për më shumë mbetet të shihet, dhe në këtë rast partitë do ta japin si më thon qëndrimin e tyre, dhe nuk jam unë këtu për dhënë lajme, domethënë ma konkrete, por një e di që secili nga ne e marrë me shqetësim këtë bllokim, bashkohemi me shqetësimin edhe qytetarëve, dhe po punojmë shumë që të dëgjojmë situatën ku Kosova do të ketë institucione të reja.